Lidhe me kolegun Arsen Rusta. Arsen, të përshëndes. Përshëndetje, Aida. Vendimi i Komisionit të posaçëm të verifikimeve në prokurorin e posaçme, gjykatën posaçme, ngritur vitin e shkuar, bëri që në shtator të kishim eliminimin e 3 kandidatëve, të cilët ishin kualifikuar më herët si nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë për të qenë pjesë e strukturave të posaçme. E pikërisht, ky komision i ngritur me antar, prokuror, oficer Byros Kombëtare të Hetimit dhe gjyqtar, sipas 3 ankimuesve është antikushtetues, pasi nuk është i parashikuar në ligjin për funksionimin dhe organizimin e sistemit pushtetit gjyqësor e përkatësisht ligjin 95 të vitit 2016. Janë 3 magjistratët, Gert Hoxha, Ndini Tavani, Sonila Muhamedaj, të cilët janë drejtuar gjykatës administrative për të shpallur pavlefshëm vendimin administrativ që i skualifikohen ata nga gara dhe pse më herët ishin kualifikuar me procesin e vettingut. Por çfarë ka ndodhur? Zoti Gert Hoxha kandidoi për të qenë gjyqtar i posaçëm, u skualifikua. Aktualisht ai është gjyqtar i dhomës penale të kryeqytetit dhe njerëzi dhe zëvendës kryetar me kompetencat e kryetarit. Por nga ana tjetër, dhe pse u skualifikuar për të qenë pjesë e gjykatës së posaçme, si gjyqtar i deleguar nga skema e delegimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, ai jep vendime në emër të Republikës dhe gjykatës posaçme, pra si gjyqtar i deleguar. Ndërsa prokurori Ndini Tavani u kualifikua nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë për të qenë pjesë e strukturës posaçme, pra SPAK, dhe fitoi me avantazh ndërmjet rivalit të tij Bledar Maksudi. Por verifikimet e bëra, verifikimet e thelluara nga ky komision, pra komisioni i përbërë nga oficer Byros Kombëtare të Hetimit dhe prokurorëve, të SPAK bëri që të skualifikohej zoti Tavani dhe të kualifikohej Bledar Maksudi. Aktualisht Ndini Tavani me të dyja shkallët e vettingut të kaluara funksionon dhe bën hetime në emër të Republikës pranë Prokurorisë së Tiranës. E njëjta gjë edhe për prokuroren Sonila Muhamedaj. E teksa gjykata e shkallës parë administrative pritet të jepte një vendim, ajo e ka dërguar këtë për një shpjegim shtërues dhe një shpjegim kushtetues në gjykatën kushtetuese. MCN Live ka raportuar edhe më herët, bëhet fjalë për një ankimim tashmë të pranuar në gjykatë kushtetuese për të shqyrtuar në seancë publike dhe më 27 mars ora 10 gjykata kushtetuese do të marrë në shqyrtim ankimet e bërë nga këto 3 palë, pra 3 magjistratët, por nga ana tjetër ankuesi kryesor aty është gjykata administrative dhe do të jenë të pranishme për dieni apo dhe palët e interesuara mes tyre gjykata posaçme dhe prokuroria posaçme për të argumentuar se cila është baza ligjore e përdorur për të ndërtuar Komisioni e posaçëm verifikimit, i cili pas shkallës së vettingut ka bërë një vetting shtesë për të deklaruar se zoti Gert Hoxha, zoti Ndini Tavani dhe Sonila Muhamedaj janë të papërshtatshëm, me argumentin se kanë kontakte me politikën, kanë të dhënat pa deklaruar të sakta, ose janë subjekte që nuk kanë integritet për qenë pjesë e strukturës së posaçme. Por nga ana tjetër, këtë dilemë ose këtë përgjigje të kësaj pyetje mjaft delikate janë apo jo të vlefshëm, nga një anë ka dhënë edhe vettingu duke i certifikuar ata për të qenë pjesë e sistemit të drejtësisë. Po Aida. Por në rastin e Gert Hoxhës, çfarë ka penalizuar, çfarë ka ndodhur? Bëhet fjalë për lidhje me politikën, të paktën po shiha sot që qarkullojnë disa foto me kryebashkiakun Erion Velia në një nga aktivitetet zyrtare. A është ky argumenti për aktivitetet në ambasadë? A është ky argumenti apo pretendimi sa qëndron, duke qenë se përmendëm 2 prej eksponentëve të tjerë, të cilët pra ju i argumentuat për atë se çfarë realisht ka bërë që ta ndjekin në këtë mënyrë këtë çështje, por në rastin tjetër të Gert Hoxhës? Në fakt të një ndër argumentat e dhëna dhe e cila është pjesë ankimit në gjykatën administrative bërë automatikisht dhe pjesë ankimit kushtetues është edhe një shtrëngim duarsh me kryebashkiakun zotin Velia, sa ka qenë një festë e ambasadës britanike në Shqipëri për sa i përket një dite festive që ata kishin një aktivitet, por në fakt aty nuk ka qenë vetëm zoti Velia apo zoti Hoxha, kanë qenë mjaft personazhe publike, politike, zyrtar të lartë, po ashtu e zyrtar të sistemit të drejtësisë. Ky është një ndër argumentet e përdorur, ka edhe argumentet e tjerë juridik, por nga ana tjetër, arma më e fortë e 3 magjistratëve, të cilët janë pjesë e kësaj padije, është argumenti i tyre se kanë kaluar vettingun, pra gjithçka ka qenë një proces i hetimit administrativ, profesional dhe integritetit të tyre personal dhe si zyrtar për sa i përket kontakteve me personat pa përshtatshëm.
dhe sipas ankimit një shtrëngim duarsh në një ambient publik, jo në një ambient privat, jo në një ambient të fshehur, në ambasadën britanike si një kontakt i papërshtatshëm. Po. Ndërkohë, si do të vijohet mëtej dhe çfarë ka ndodhur? Janë filtra që kanë qenë, se ne përmendëm disa herë vettingun, janë filtra që kanë qenë le themi gjithmonë në funksion, apo tashmë ka ndryshuar diçka sa i takon drejtësisë, sa i takon emrave të cilët mund të bëhen pjesë e sistemit, ku ne kemi jashtëzakonisht akuza të forta për kapje të gjykokos, të SPAK-ut, që e bën po vetë politika. Apo rasti i Veliajt penalizon në rastin konkret edhe Gert Hoxhën? Në fakt, për qënë korrekt, përsa i përket të rastit zotit Hoxha me zotin Velia, është një fotografi e më shumë se sa një viti më parë dhe nuk lidhet fare me procesin aktual ku ndodhet zoti Velia, po edhe me procesin aktual ku ndodhet zoti Hoxha, i cili aktualisht drejton gjykatën e kryeqytetit, një ndër gjykatat më të mëdha, e nga ana tjetër po ashtu është kandidat për apelin e jurisdiksionit përgjithshëm. Por penalizimi si pas 3 magjistratëve është antikushtetues për shkak se komisioni ngritur, qoftë nga prokuroria e posaçme, qoftë nga gjykata e posaçme, është një komision antiligjor, nuk është i bazuar në ligj, e vetme gjë që ligji kërkon për gjithë magjistratët, të cilët janë në garë apo janë pjesë e sistemit të drejtësisë, ti nënshtrohen vetingut. Të tre këta e kanë kaluar vetingun dhe po ashtu janë pjesë e sistemit të drejtësisë. Ritheksoj, Ndjenjë Tavani është prokurori i prokurorisë së kryeqytetit, një prej prokurorëve më të mëdha. Nga ana tjetër, zoti Gert Hoxha është drejtuesi i gjykatës së kryeqytetit dhe gjyqtari i dhomës penale, por nga ana tjetër, pikërisht në këtë godinë me xhama blu apo njohur ndryshe si godina e gjykatës posaçme, prokurorisë së posaçme, dhe pse nuk është konsideruar i pranueshëm zoti Hoxha për të qenë pjesë e kësaj trupe, ai është pjesë e kësaj gjykate duke gjykuar si deleguar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, e nga ana tjetër Sonia Muhameta është prokurore e prokurorisë kryeqytetit. Dhe ajo e ka nisur në fakt të betejë shumë më herët, pasi ajo është kualifikuar e para nga Këshilli i Lartë i prokurorisë për të qenë pjesë e SPAK dhe ka qenë me dy rivalet e saj, prokurorin Elvin Goga dhe prokurorin ndjes për emrin. Po kanë qenë kandidat, pra një pjesë atyre që mendojnë që mund të jenë pjesë e strukturës dhe të rankohen më lart porsen. Dhe nuk është kualifikuar, por është skualifikuar dhe pikërisht klasifikimi i pikëve sipas Sonila Muhamete është i padrejtë dhe ajo ka ankimuar e para. Më pas kanë ankimuar dhe zoti Hoxha dhe zoti Tavani dhe më 27 mars pritet që gjykata kushtetuese të japë një përgjigje shtëruese. A ka apo jo shkelje të ligjit dhe të kushtetutës dhe ka apo jo kompetencë gjykata administrative ta shqyrtoj këtë padinë në themel. Dhe do të shohim se si do të jetë vendimi kushtetuesës, edhe këto kanë qenë mjaft të interpretuara kohë të fundit, pjesë e debateve, diskutimeve. Ndërkohë Arsen, çështje të tjera, të cilat priten në këtë javë që sapo ka nisur dhe pse është një ditë pushimi në prokurorinë e posaçme apo në gjykokom, ku është theksi, ku është fokusi? Sigurisht që ne i dim disa çështje të cilat janë të bujshme, por mos ka diçka tjetër që mund të konkretizohet në kuadër të hetimeve? Kuptuar në kronologji gjithçka ka ndodhur me dosjen e kryebashkiakut Veliaj, pritet që ajo të përfundojë shumë shpejt për shkak edhe të procesit të marrjeve në pyetje, të paktën të gjithë subjektet deri më tani kanë dhënë deklarimet e tyre, janë marrë pyetje nga biznesmeni Abule, nga kryebashkiaku Veliaj, bashortja e tij zonja Ajola Xoze, ndërsa dosjet e tjera të rëndësishme pritet që ne kemi deklaruar edhe ditë më parë, por SPAK ndoshta këtë javë do të ketë një transparencë me publikun përsa i përket denoncimeve dhe hetime, procese hetimore për veprat penale që lidhen me zgjedhjet, atë strukturë të posaçme që SPAK ndërtoi për integritetin e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025, janë pronat e ushtrisë, nga ana tjetër të cilat janë një hetim intensiv, janë hetime të cilat lidhen edhe me ish-presidenti Ilir Meta dhe me ish-ministrin e shëndetësisë zotin Ilir Beqa, ose njohur ndryshe si dosja e check-up sterilizimit. Faleminderit Arsen, në pritje ndoshta edhe të tjera komunikimeve së bashku, në varësi edhe të asaj se çfarë do të prodhojë SPAK dhe jo vetëm